Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Gjithmonë them që kam të ftuar special, pa diskutim që janë dy të ftuara shumë speciale, shumë të mrekullueshme. Po ku ka gra, ka edhe çaste të mrekullueshme. Përcjellim edhe pozitivitet nga studio e Radio Shkodrës edhe në valët 92 MHz. Pa humbur kohë, po ju prezantoj me të ftuarat e mia. Kam nderin të kem në studio Greta Tahiragën, piktore e piktore e qytetit ton, një ndër edhe mësuese, po e them, po e përkufizoj me fjalën piktore, me titullin piktore. Gjithashtu edhe një nga aktivistet më në formë, kisha më thënë, një nga aktivistet ekspresive të qytetit ton, impulsive, një vajzë e cila merret me mësuesi, me fëmijët e vet, me familjen, me kisha më thënë me kauza të ndryshme. Por shumë çka tjetër do ta zbulojmë gjatë emisionit. Senada Demushi, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjetme. Faleminderit për ftesën. Me kanë prezant këto. Unë kënaqësia por edhe me diell. E dini çfarë thotë Gibran thotë, nëse Dimri thotë, kam zemër për pranverën, kush kishte më besu. Me të vërtetë mendoj se nuk e beson kërkush në këtë ditë mars. Piktori pa. Piktori pa, Po, piktori sepse mand ngjyrave lidh dhe sjell atë që kërkan nga vetja, ndjesin me sjell edhe pranverën, edhe ndimrin e qartë. Sidomos ato piktura tuaja plot me ngjyra, plot me lule. Lënë më kur I shkruan ato, si do natura morta, unë e shoh po më gjallë se kjo pikturë ku ka që thot natura. E di që është një term piktoresk e pikturës edhe e kuptoj domethënë. Respektoj vetëm si shumë shpesh. Por edhe në Shqipni është ndru në vitet 1967 m'duket dhe ka marrë titullin, po kështë lloj zhanri natyrë e qetë. Natyrë e qetë. Domethënë natyra morta nuk është se ka lidhje fort me fjalën morta vdekun, a? Ndoshta është në esencën e qetësisë, e paqes, ndoshta deri diku, paqes, qetësisë, të mbrojtjes, ashtu si është vetë, pra janë objekte të zbrasta faktikisht nga shpirti, po për hir të estetikës dhe vlerës së tyre estetike që martin, ndoshta është shumë natyrë morta. E kuptoj. Senat, nga t'ja fillojmë bashkë nga etnokultura, sepse edhe emisionin ka titullu etnokulturë. Senata që merret atëherë, po fillojmë kështu që është një mësuese profesion që e bën me shumë dashni. Me shumë dashni. Absolutisht sepse ka fëmijë. Shiko, profesion që e bën dhe jetë me shumë dashni në Shumë, jashtë mos e shumë. Se ka fëmijë atë, ku ka fëmijë duhet me dhënë gjithçka. Po te kjo mësuesja hyn brenda recitimi, kënga, krijime, aktrimi, prezantimi, monografi, librat, bie një rapsodit. E kam provu ka pak gjëra një, jam e fat, kisha me thënë kam guxu dhe me thënë drejtën, nuk ka se s'kam kanë talentuar në shumë fusha, që nona jam e shpesh më thotë kur isha vogël, doje menjën që den më bo kur të rritesh, I thoshe po më bo showgirl. Showgirl, nuk do t'ishte gjë e keqe me ka një showgirl, fantastike do t'ishte. Showgirl dhe linën komplik është pak I vështirë më bërë jonë, mës më ban me qesh në të shilodje. Unë mendoj që për gratë nuk ka gjatë vështirë e para, dhe ti ja ke arrit deri diku kësaj showgirl. Po, absolutisht. Me ato kornizat që na lejon ngnek mentaliteti. Brenda Shkodrës vetë, edhe malësis male, sepse për më gjatë nuk ta lejon. Nuk ta lejon sepse ti duhesh me kanë prezent të publiku. Atë dishe me thonë, nuk është nuk ta lejon egoja, po nuk ta lejon ndoshta mundësia, nuk është mundësia, jo nuk ta lejon. Besoj se ti nuk ke mundësi momentalisht. Jo, vetë jam shumë shqiptare në çështjen e asaj. Ma ke shkruar jam shumë patriotike. Shumë. Jam rrit për një rapsodi. Kina dojnë ty patriotike këtu, se unë jam patriotike realisht. Po s'kam si mos me kanë, unë jam rrit me një lautar në shtëpi. A mund të na thoshe bija e një rapsodi? Bija Jonas Delaj, një njeriu që ka 60 vite në skenë. Edhe një zonë unik kush e njeh. Unë këtë si kisha thënë këtë fjalë për të nëse nuk do të kisha një njerëz shumë të mëdhenj që I njeh gjithë bota, Shqipërisë, që thonë se jena rrit me këtë dhe zonjë ti ashtu unik. Për cjallë këtë rëmishmëri për përillen, edhe trashëgimni. Por zotën është fëmija, thot rahat me nojën, se fëmija do në prinin e vetë, por unë kush mjef e din që nuk fluturoj kështu në ajër. Jam njëri me kam tokë edhe në përgjithësi, ato çfarë tham
du të binde mirë që janë të vërteta i herë për para se me i thonë. Dhe jam i sigurt që ai njeri është unik për mua, edhe është shumë çka që jam, unë dhe me thonë, që se jam diçka dikushi. As diskutohet, mund ka marrë përdoret, që she vogël për këta skina që përmendë ti, se vetëm i kam bënë këto gjona absolutisht, për imi është. Rejt kisha dasht me thonë që piktura me sa e shofun të simbolizon, kisha me thonë, si person të simbolizon, sepse ti edhe një mësuse, mundësish kisha me thonë që i përkushtohesh aty në fëmijëve që kanë realisht nevojë, mi o përkushtu një mësuse që e bën me devotshmëri të madhe. Edhe ne jena me fat kur kemi mësues të tillë që japin fëmijëve me aftësi ndryshe. Por po kalojmë ke piktura, po e ka përcejmë pak këtë fakt, dhe kalojmë tek piktura. Filloj me 2017, që hap një ekspozit me titull Ju sillim gjyrat tona me nxënësit e shkollës traditore. Po. Faktikisht puna ku unë bëj pjesë, njep një lloj satisfaksionit veçantë. Punoj me nxënës që kanë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme, me asnjë ndryshe. Gjithmonë kam dashur tek këto fëmijë, përveç pjesë mësimore edukative, të ngacmoj tek ato kreativitetin në mënyra të ndryshme. Kuptoj. Dhe mbase kjo ishte hartova një projekt timin që zgjati kam shtri për 6 muaj dhe bashkë me këto fëmijë arrita të finalizoj një ekspozit, e kam thënë edhe në vend të tjera në media, ju sjellim gjërat tona ku me anë të materialeve të riciklueshme, bocë tyre, ngjyrave, arritëm në përfumimin dhe finalizimin dhe si qëllim kryesor ishte të lidhsha ura komunikimi mes botës fëmijës, kreativitetit tyne dhe solidaritetit shoqëror. Pastaj, si duket, kjo ishte ajo shtysa parë, ajo startim që unë po filloja të merrja më shumë seriozisht pjesën e artit, pikturës. Dhe dal nga dal arrita me fal një pune të vazhdueshme, kamullse, të arrit të hap ekspozitën time pastaj personale. Në cilën unë kam asistu faktikisht dhe e ka qenë me të vërtetë e bukur dhe mendoj se aty ka qenë shpërthimi ato. Surprizuese për shumë kënd që nuk e kam menduar se Greta pikturon. Po, ajo ishte u prit mirë. Kjo mbani që me pas në të ardhmen për çmëri më të mëdha në vetës. Jam fut thellë, kam Greta, frymëzohesh në pak nga piktorët e mëdhenj, po flasim për Monet, i cili është një piktor francez. Dhe i cili ka dhe thanje her pas herë për pikturat e tij, por një thanje që unë e kam fort për zemër është thjeshtësia, thotë është magjepsje. Dhe unë e preferoj sepse është impresionist. Është një çelës drejt modernizimit Monet. Të bashkon diçka me Monet? Monet është me qetsik, është në piktori jemi preferuar. Faktikisht Monet është impresionist. Duke pa ngjyrat tuaja, po impresionist, po ka një çelës drejt modernizmit. Është drejt modernizmit, patjetër, ngjyrat e tij, spektri, mënyra të pikturologjisë. Faqja e tij e pranverës që thotë kopshti i kumbullave ose që lulëzimi i kumbullave është jashtëzakonshëm, kisha thënë. Ai ka qëndër dhe mbetet ndër piktorët më të mirë të artit pamor në botë. Në çdo këndvështrim të zhanreve ku ai ka piktoru si natyrë qetë, si në peizazh, ti mbushesh, frymëzohesh. Shumë të natyra morta, siç e thotë, domethënë sepse shoh ato ngjyra edhe në peizazh është vërtet kopshte. Janë nimfat e mrekullueshme edhe po se është një pjesë e asaj që ti merr një frymëzim, merr një formarrje tjetër, dëshiron të tonë tjera, të shkputesh nga realiteti duke kuptu mënyrën e trajtimit se ka ba peizazhin, magjeps, absolutisht. Prandaj thotë thjeshtësia është magjepsja. Senat aktiviste
për kauza të muaja. Dhuna ndaj gruas, dhuna ndaj fëmijëve, edhe mendoj se ne jena ndesh në këto kauza të muaja, sidomos në këto marshime që bëhen vazhdimisht në qytetin tonë. Dhe unë shoh gjithmonë edhe më dhanën të këto kauza. Sa ndihmëri ka Senada me këto? Shumë. Në rrallë parë herë njeriu duhet ndihet njëri që i nevojitet qytetit edhe nevojitet shoqënisë. Momentin kur njeriu shkputet për kësaj, shoqënia ka marrë. Është vërtet ajo. Sepse për këto po vujmë në Shqipëri, sepse po shohim edhe kohët e fundit te çështja e protestave për rritjen e çmimeve e gjanave, kur njerëzit masivizohen dhe organizohen, na bëhet zemra mal. Pse? Sepse po kërkojnë jo vetëm drejtën e tyre, po kërkojnë drejtën kolektive. Të protestet e kësaj rrallë kanë qenë të çuditshme, sepse ai çmimi i naftës nga shkoi te 2600 ul edhe 200 ul edhe 200 ka prek tash 2000 lekë. Ne flasim gjithmonë me dietra, se jemi në tërësi dhe ne flasim në jargon. Jo, po na shkodron, nuk e kena hiç shkut. Shkodron, do të them shkodron, jam malsore, po na veriort, sorry, na veriort, na geng falni herë. E bukur kishte me geng kjo, por e bukur kjo pjesa që kur reagon populli dhe qeveria më duket ka një lloj frike, merr një lloj stimuli nga reagimi popullor. Reagulle se Nade Demushi, një nan, një gru intelektuale, një njeri që merret me edukim, një fytyrë që mundet me dhënë diçka në qytet. Absolutisht. Një njeri që mundu mu kujdes për jetën e vet, mu kujdes që me respektu një jetën e vet, pse mos me dalë me kërku shemullin, me tregu shemullin tem diku në qytet edhe me qu zonin, unë s'kam marrë me qu zonin. A dukena pasiv shkudrant kryesisht kisha me thënë. Jena shumë pasiv, sepse unë jem keq për shembull kur i marr vajzat e mia dhe ju flas kaq shumë, gjatë rrugës që unë vi deri te protesta, ju shpjegoj se pse si e tek me ato fjalët e mia të vogla që ato më e kuptu. Dhe kur unë nihem e mushën që kam shpjegu e kam plotësu misionin tem si nan që këtë vajza mi rrit fort edhe me vetbesime, me ndërgjegjësim qytetar, kur shkoj aty ka njerëz pak, edhe këto që fillojnë e pyesin, pa duin marrë më shumë mam, a ka prap me ardh, edhe unë që ndihem e vogël e pafuqishme me i kthy përgjigjet e duhuna, e me i thonë që ky qytet ka mangësi në këto, dhe prandaj unë po përpiqem që 3 prej është nesër t'jen një zonë. Po të vijojmë disi me këto bisedat tona, por realisht është realiteti. Shikjo, mu edhe piktore na bashkon çdo gjë, ajo flet, frymëzimet, ngjyrat, gjanat dhe mu më duket sikur jam tu fillon e hulumton me mendjen tënde. Duket jam të shkruaj gjanat e mia, mënyrën si shoh botën. Vetëm një gjë më bën realisht përshtypje. Mendoj se kjo kauza e kohëve të fundit, e cila janë çmimet shumë të larta dhe jetesa jonë shumë e vopek ka shiktyne çmimeve të cilat e vopek kisha më thënë, sepse janë në rroga minimale. Më kujtu Edmund Halili ma. I Shkodrës, humoristi i Shkodrës, që kujton gjithë Shqipëria batutat e qytetit tonë. Është vërtet. Dhe prap shoh një disinteresim. Dhe kjo sinqerisht më lëndon, unë isha edhe në protest, kam 2 natë që dal në protest, edhe irritohen, atërohen kur shoh njerëz në për kafe. Në të vërtetë unë kam frikë se duhet të shtrëngohet pak çmimi i kafes, që njerëzit reagojnë, kam frikë se vetëm kjo më duket i vën më uçu nga ajo kafe, nga ai klubi i tmerrshëm. Kjo është kjo fillon çish me edukimin e fëmijës. Edhe për fat keq ne edukuj shto, edhe nëse fëmijët e mi kanë më po ton ditën mund kafe. Nada, mos ndoshta kemi edhe pak përballje me realitetin e pamundësinë tonë për me kriju një lloj gjënie edhe tek fëmijët tanë, se ne mund të themi gjëna për te aty në mundësive tona, po sa mund t'ja krijojmë aty në kushtet me jetu në Shkodër. Dhe ata shohin që nuk ka asnjë lloj përpjekje për me pas një tjetër. Nëse ton prindrit e ri e bëjnë këtë që unë bëj me fëmijët e mi, a nuk mendon se do të ndryshoshin gjanat? Nëse çdo fëmijë do të ishte jam me ty, absolutisht, edhe unë jam, domethënë, e përkrahi jashtë masit atë idenë tonë që ti u flet fëmijëve, edhe me tonë patriotizmin tjetër. Po s'ka rrugë tjetër te edukimi. Kam ballë unë këtë gjë, sepse sot tash ta marrin drejtimin vetë se kanë fëmijë të rritën dhe një gjë shpesh i me bima thotë, "Ha pra ha, ky vallë që më thu ti, që ma ki bë fush me lule." Jam unë ajo që përballem, domethënë, edhe gjithsesi ajo po jeton vetë realitetin, edhe sidomos kur vi nga një rrugtim që bën jashtë shtetit, marrë një feedback të cilin i plandos disi për toka, sepse japin shumë çka. Na duhet shumë kohë, dhe thash
Po fliqa më shumë me thonë drejtin për prindrit matri që jena ne, për të ardhmen, jo për tashme. Faktikisht jetojmë në një... Nuk e që flet, janë bromos. Me një botë digitalizimi dhe shumë kush është edhe ka edhe protesta ka format ndryshme. Dikush e ban me za, dikush e ban me shkrim, Grejt, unë e kuptoj, po këto protestet të rrjetet sociale nuk çojnë askund dhe nuk marrin asnjë por aty bëhen trima gjithë. Protestojnë gjithë, shprehin gjithat indinjatën e tyne, tregojnë rrugët noshtat edhe të zgjidhjes edhe format ndryshme, por... Sa për analista dhe eksperta kena sot dush, Shqipëria është e pafume. Korespondente tek Gazeta Nacional. Mendoj se ki për fushën e letërsisë apo përfshin fushat ndryshme? Jo, përfshin fushat ndryshme. Aha. Si është jesh korespondente dhe çka përcjell te Gazeta Nacional realisht? Gazeta Nacional ka disa drejtues të mrekullueshëm, me kryemuj Buçpapi. E kisha pak a shumë ide. Mrekullueshëm, njëri që po të kishte më shumë Shqipëria njerëz tillë që e dojnë artin e kulturën atë farfeje, dhe më thonë do të kishte lulëzu ky vend. Si asnjëherë më parë dhe Shqipëria do të ishte më e bukur, sepse në antikitet thoshin që nëse një qyteti do me pa kulturën, mënyrën se si jeton dhe bot kuptimin, shko dhe shiko pak teatrin atij qyteti. Është e vërtetë, ja. Kështu që nëse do të kishim më shumë kulturë, më shumë njerëz që do të jepshin, sepse muja jep shpirtin për atë gazetë. E kuptoj. Javë për javë. Ti e din çfarë do të thonë javë për javë. Absolutisht e di shumë mirë. Me pas sepse letërsia është varfënu, shkrimtar ka shumë, po ka pak. Kështu që është e vështirë me majt një gazetë të tillë, domethënë, ajo është përdorur. Si është përgjigja pjesës letrare, prurje letrare tek Gazeta Nacionale? Si duhet? Atje për sa më përket mua personalisht, unë jam personi që unë me të vërtetë kam shkruar libër me kritik, monografi, por jam ai personi që do më mbështet edhe të ri, do më mbështet edhe jo të ri në mosh, po shkrimtar të ri, sportista të ri, këngëtar të ri. Prurje të reja. Do t'ju japim një dorë, kështu që nuk është nevojë publiku masanën lexuese, shikuesi i sit vet. Nuk kam se mi sit letësi si njerëzit. Pastaj bukuria është relative Ariol. Çfarë është e bukur për mua sa është për ty e kështu me radhë. Prandaj bota është e bukur sepse njerëzit janë të ndryshëm. Kështu që le ta zgjedhin publikut bukurën. Unë jap krah kujdo që ka dëshirë me startu në gazetë apo kudo, edhe në televizion me ato miqësitë e mia të vjetra. Senat, më falë, Denat. Ka njerëz që më thrasin Denat. Silvia Plath thotë që ka një lëvizje të vazhdueshme dhe po unale me pafët mbrenda vetes, besoj se çmenëm. Ke nga për mua kjo. Prandaj të citova realisht ty. Ka ndonjë gjë brenda teje që bën me uçmen realisht? O zot, po, njerëzit e ngatë mbajnë uçmen, njerëzit që i lënë gjonat për ma vonë mbajnë uçmen krejt. Beto. Nuk i duran absolutisht. Absolutisht, gjonat duhet më bën vendin e vet në kohën e duhur. Ma vonë vjen diçka tjetër, ajo momenti, sensacioni i çastit për me bë gjon, kalon edhe hub krejt gjoja e bukur, domethënë, të njerëz më çmenin, domethënë mua, to që nuk din mi bëj gjonat në kohën e dur, që s'dim mi vlerësu gjonat në kohën e dur, vetëm kur i hupin, masanaj unë tërbohem, ti e keshe, për shembull, e kishe njeriun para sive, pse nuk e vlerësove kur e kishe? Se duhet mi vlerësu gjonat gjithmonë kur i humim. Dhe kështu humim edhe shumë të ri nga qyteti jonë, edhe nga vendi jonë realisht, nuk i vlerësojmë në kohën e duhur. Po pastaj thotë u plak mosha shqiptare. Po e lidhim disi po bëjmë një paralelizëm me realitetin. Great Eduard Munch, piktor norvegjez, i cili shpalosi është maset botën shpirtërore të njerëzit, por ka një thënie të jashtëzakonshme që thotë, unë pikturoj thotë njerëz gjallë, që frymojnë thotë, dhe ndjejnë edhe vuajnë edhe dashurojnë thotë. Por kur unë kam parasysh atë britmen e Munch, e kuptoj që do me thonë vuajtje, po mënyrën e dashurisë se ka disi të çuditshme kisha me thonë, sepse ato fytyrat e njerëzve i ka gjithmonë të paqarta, të transformuara. Atëherë, unë mendoj i bashkohem me këtë thënie, në art piktura vetë len me lundru ose me sjell qoftë trishtimin, qoftë vujtjen, qoftë gëzimin, qoftë të gjitha ndjenjat, tërsinë e tyre në format ndryshme. Unë me vërtet jam në zhanrin e natyrës qetë, sepse aty e gjej atë impulsin tem për mushës,
por po ta vesh re unë edhe femrën e prezantoj atë me bërësin, me ngjyrën, me delikatesën, tek një lule, tek një formë, tek objektet më shkon ndonjëherë mendja me të kalu këtë pjesën e luleve, e ngjyrave dhe me dal deri diku te lakuritësia e shpirtit. Lakuritësia e shpirtit e trupit femrës, gruas, e cila është kishëm thënë një idhull për shumë piktorë, domethënë. A shkon e ke ndonjëherë dëshirë brenda vetit të djeg kjo gjë? Edhe ka raste edhe por duke qenë si kam ndaj besnik këtij lloj zhanri, mundohem, kam dalë jashtë vetëm duke apliku pikturën time në peizazh, dhe akoma ndoshta s'ka ardhur momenti, jem i duhur që ta eksploroj femnën me lakuritësinë, si thatë jo, duke qasë asaj, temperamentin e saj, bërgjësinë e saj, delikatesën e saj, dhimbjen e saj. Si do ta kishe piktoru një gru nudo, si do ta kishe piktoru më të brisht apo të fortë në atë me agresivitetin e saj? Unë jam më shumë tek bërgjësia. Natyra e brisht. Të bërgjësia, sepse bërgjësia tregon atë delikatesën, për cjell ndoshta një emocion krejt ndryshe në mënyrën teme të së bukurës, femrës, unikës. Atë penalizon Shkodra me dal jashtë natyrës tane, jashtë kufive tu, jashtë aty në kornizave? Ja, absolutisht. Nuk penalizon. Ja. Shkodra ka atë mënyrën që arti nuk e penalizon për asgjë duke. Edhe e mton duket figurën e gruas me të artistes. Si mendon Senat, na penalizon ne veriu, kisha me thënë komplet pa marrim show, na penalizojnë qytetet tona? Po, patjetër që po, unë jam e menimi që po, as bëhet fjalë, njëri do të më ishte që kjo Ariol. Unë jam njëri shumë i drejtë për drejtë, edhe shpeshherë. Absolutisht e dite. Edhe nuk ja bëj qefin vedit, edhe kam qef me ecë me kam tokë. Një kjo qytet i bukur, që a di që në kolon zotin i zonë Zveriut, Malësia Mallë e Shkodrajni, a di që në kolon shumë talent, në kolon zo, në kolon botë shpirtnore, në kolon dorë me pikturu, në kolon për sportin, në kolon shumë, jashtë mos e shumë pra ne jena kështu, pa për mentalitetet që kena ne. S'ko pas qojë po lëllëzu Shkodrat, se i ka që zoti njerëzit, ashtë i konë si rritë veriu njerëzit, jo vetëm Shqipëri, mere veriu në gjdo qytet botës, mere veriu. Marrim Alpet e çdo shtetit botës. Merri, gjithmonë veriorët janë ishto. Edhe në përgjithësi janë më të pa zhvilluar ekonomikisht. Pjesa veriore e çdo plus minus 70%. Mos ta hekim këtë paralelizëm. Zakonisht, nëse me krahasun shtetin e vet. Jam dakord. Veriu shtetin e vet, për shembull, nuk po them me Shqipërinë. Unë kam parasysh pak veriu i Italisë që janë, besoj unë se janë disi më ndryshe apo jo, ndoshta. Pra ne thosh 70%, se kjo nuk është absolute. Po në përgjithësi, domethënë është kështu. Dhe sigurisht që penalizon që çkemet, as bëhet fjalë. Po me fillu me folën një orë mësime dhe me tregu fëmijëve diçka për artin e pikturës, që unë kam me folën e dërsi për artin e pikturës. Që se flasin për nudizmin, fëmijët kanë me fillu me qeshë, ose kanë me fillu një kohë kur fëmija një të mosh, ato njoft trupin e vet, ato njoft veten e vet. Ja, në kohën e pubertetit, faktikisht është e vërtetë. Edhe kështu që punën më të mirë që duhet me bosh, dhe mësues duhet më fut në atë botë të fëmijëve edhe me i fol gjonat real siç janë. Hello, nuk ka gjë me çish, kena sy, hun, buzë, kena shpatulla, kena gjaks, kena vithe, kena kam, kena dur, ishte janë të përbam, si duhet me mbas marrë për asaj që jena. Ka marrë për asaj që jena. Kupton që ne kena... Në Shkodrane kena piktorin e 50 nudove. I njatë... Si ka kë... I njatë se ka, i ka po 50 nudo. Kena një piktore tjetë, një shpëtim garusi. Garusi është prima dhe njërë. Kena një gru tjetër që piktoran nudo. I njëfë sepse... Mund të kishë ndeshë dhe i kipa dhe kam shku në për ekspozita, kam shku edhe i kam pa.
Je pjesëtare tek pena pjesëmarrëse tek pena Shkodrës, tek antologjia që është basë fundmi dhe më marrë dhe shumë mirë dhe unë po citoj disa nga vargjet tuaja. Është e treta herë që jam tek ky libër. Faleminderit. E kuptoj. Sepse jemi disa të përzgjedhur ndoshta për tretën herë. Edhe pse unë këtë rol nuk kam dashur realisht me kanë. Ne jena antar të shoqatës së shkrimtarëve. Jemi antar, por thamë që duam me përçudi si brezin e ri dhe unë kam këtë dëshirë me përcjell. Duket sikur shumë ajo gjëja më fantastike që mundesh me bë. E tham këtë po e citoj sepse thoshë dhe jam shumë e drejtë për drejtë ka herë se du vedin pse jam kështu. Po thotë për Stërziaja që kishte pak nëcina nga disa shkrimtar. Nuk është puna se na jena përzgjell, puna është se ne japim kontributin ton vazhdimisht te shoqata shkrimtarëve, e mbështesim njëri tjetrin, ndajmë menime, ndajmë poezi. Në antologjinë tjetër njerëzit do të jeni fjella më të ndërgjegjshëm, që të kuptojnë se në kohën e duhet me dërguar materialet e tyre. Këtë po thosha, pra jena aktiv. Penalizohet askush nga pena e Shkodrës. Apo them jena aktiv. Ne jena aktiv. Po, kjo po. A ke librin dorë, Ariel, ti mundesh me zgjidh me lexu atë që të pëlqen ty. Po, patjetër. Pse duhet mu penalizu dikush, ti mundesh me kalu faqen nëse s'pëlqen se nada. Pse mos dalin gjithë ata që i shkruan asi fjalë që i shkruan shpirti nuk është garravin. Ke që shkruan sido që ti jeta shpirti i ti, ti s'mund ta gjykosh shpirtin e dikujt. Jam dakord me këtë. U shkrin ëndrat e mia. Koha i bani pluhën. Arsa dhe unë vetë, sintëm, me në maj. I lash, i lëshova, a mi lëshunën për krash. E kam dasht. Kur më nëj, sa jetën, sa vetën. Por iken. Munohem me gjitë qastin kur i varosa. Zdi, zgjejes një datë, or, minut. Nduket se fajnë e ka bota. Sa më justifiku, sa më një letë. Se njëri s'don me thonë kur, gabova. Fajn vete kam. Por andra janë. Unë thres se i du këto, më najtë, me urrit me mu. Por forca e vullnetis janë, dëshira me i pas kjanë. E zvuj për ta. Zdi ma a jam ajo. Zdi ma am përkasin mu. Pranaj i la aty. Për plasën. Tiku. Andrat, Andrat. Gude që qofë. Si janë andrat për ty? Andrat e mia janë gjëja që janë atë që më kanë lëndu ma shumë gjatë gjithë jetës, edhe vazhdojnë me më lëndu edhe besoj se kanë me më lëndu gjithë jetën, ato të pa realizumet. Kanë me më lëndu sepse kam mujtë me i realizu. Edhe kam lankohen me ikë, edhe jeta vjen si do në vetë, edhe më vjen keq që jam rrit me disa norma, disa parime, kisha dash me pas kënd ma më thojza, me pas një liri pak ma të shthurën të shpirtit, më thojza gjithmonë të shpirtit, Kisha me thonë kisha dash mu qmeni fje ma tepër. Pavarësisht se kam shkruar. Me dojë pak jashtë aty në pavarësisht se dukem shumë njëri euforik, energjik edhe kështu ekspresive të në gjonët, në shpirt jam hermetike goxha, nuk jam aq sa dukem. Vetëm ngjyrat e tablos janë kështu për jashtë, për mbrana është piktoria, ndryshe piktoria. Po e lidhim disi me pikturën, sepse René Magritte, i cili është një surrealist belg, piktor surrealist belg, thotë që ëndrat nuk duhen me u bë me tjetër. Përkundër, ato duhen me zgju për gjumit. Zgjohesh ndonjëherë për gjumit? Po. Edhe zgjohem. Të bjen me marr penelin sa po hap syt? Ka shumë. Më vjen shumë herë. Si ne më shkruaj. Ka shumë raste kur përfundoj ose pothuajse piktura arrin atë pjesën drejt përmbylljes teme, ajo s'përmbyllet kurrë, po të paktën i jap atë krejt formësimin. Kur zgjohem mes natës, themi ja, nuk i qëndron, nuk i përshtatet, nuk më përmush ndoshta sfondi, nuk shoh atë që unë kam dashur me dhanë. E në raj dhe njëherë. Po, gjithë si ti zgjohesh me penelin dhe pikturën. Po, edhe është ma... Me vizatim apo pikturë direkt me ngjyra? Jo,
Fillimisht me vizatim. Fillimisht ndjesit e një herë skic, pa tjetër. Normal që vetë këllë zhanri e ka të përkujdesin. Unë jam piktore realiste dhe pjesa e pikturës është që ta sjell subjektin e herë. Se cila ka të veçantën e vetë, da jo kam bërë bashku specifikat e veta. Ta sjell atë subjektin, gjithmonë futem mbrana tij, tek masa të drejt peshimi derisa përfundon. Me që jemi tek René Magritte, sjell një tablot, kisha me thonë disi të shformume ose të formume krejt bukur në atë mënyrën e tij, po du me ditë se si e përcjell ti. Sjell një tablot të dy të dashurum që puthen, po në të vërtetë janë të mbuluar nga një pëlhur, se këta e sjell në 1928. Çka të më thonë kjo mbulimi me pëlhur dhe puthen buz në buz? Duket disi tamam surrealiste faktikisht. Mbasa është ajo e çuditshme, ajo që njeriu puth me shpirt, me ndoshta edhe atë fytyrën mos me pamje si këta piktorët nuk puthin buz, po puthin shpirtin me buz. Shpirti është është një magnet ndoshta ajo fusha që ty të bën me të bashku, edhe pa. Shëna, sa letërsi ka jeta jote? Gjithë jeta jam ka letërsi, sepse unë thash jam rrit nga një artist edhe unë ka kam pas më shku pa tu shkru poezi, tu lexu fishten, tu mba me recitu dua pas dua të poezi, me lexoj herë, me recitoj herë, du me të një herë, motra ka shkru, motra e me mamale, artista plot që kanë në shpita me tu lexu tekste, kong, lidh tekstin me muzikën, ban prova, den dytë nasë, ku ishi qut, ka kam pas më shku, një aty kam jetu, deri sa në klasën e 4 të mosh me vajzën teme, kam po poezinë e parë, dhe ja kam kushtu Shqipnis. Dhe me thënë, jam rrit me një këtë frim. Që të mandë lidhën me Shkodrën? Një kjo, në Shkodrën në rallë parë kam gjitë dashnin e jetës teme, edhe ma forcat, nuk kam qa me përmen, po i kam bëllë një 6 vite studim në Shkodrë, ditë për ditë, sepse kompliku me Shkodrën janë afër, unë kam shku e kam marrë për ditë. Edhe kam bë gjuhë letërsi, pra dhe studimet i kam bë për letërsi gjuhë, me gjithë se në atë kohë kam pas para gjykimit e mia, se më duke diçka shumë e thjesht, diçka që unë e bosha lehtësisht. Thosha me vidi jam të bë diçka që është shumë e lehtë për mua, shumë e vogël. Di që i ke mbyll të studime me një studim për etnokulturën, etnokulturë dhe letërsi shqipe. Po. Si është ti kushtohesh, sepse i ke përkushtuar një pjesë jestane këtij studimi? 6 vite, 4+2. Po. Të marrë kohë, studimi, hulumtimi, e ke bërë me shumë pasion. Një kjo, unë duhet, ta kam shkruar edhe atë në Facebook. Nuk pëlqen shumë me fol për vetin Ariole, kam shumë vështirë me fol për vetin. Jo mirë, na fol për etnokulturën, s'ka. Për etnokulturën, po pyet për metodikat për gjanat. Jo në gjanat cilat unë i bëj natyrshëm. Dhe me thonë, unë po t'jap dy pasazhe dhe ti pastaj më kupton se si jam. Kur marrova studimet në pas 4 vitesh, një studente do të më bëj detyrë kursit edhe i thot një pedagog që ka vdek. Tashi, profesor Hasan Leka, i thot që e kena dash gjithë fort. I kena pas të tonë ata momentet tona me profesor Hasani. Cili student se po më noshe Simon Pepen realisht, por jo. Profesor Hasani i thot, shikjo mundet me ti i thot e ke bashortin e ke i thot nga Kopliko. Ty mundet me të një mu thot një vajzë që ka dalë thot për i kësaj godin e mrekullueshme thot në letërsi, ajo mundet me të një mu thot për me e ba detyrën e kursit. Dhe ajo vajza vjen dhe më thot, të lutem, unë nuk të njoh, po më ka nisë profesor Hasani me shumë. Edhe unë që i them, për sa ti të dënë këtë detyrën me të një mu, me ta boj, them unë krejt detyrën. Thot, po sa ko ti, them unë, 2 ditë a mjaftojnë? Më thot, 2 ditë? 2 ditë për 18 faqe, po ne, unë thash një muj, i thash për 2 ditë ose i ditë e gjysë. Ndërsa së fundmi nuk i ka as 2 javë dhe du me të regu fundin e gjitha staj ndjesis. Qa më lidhë mu me studimet, me letërsin dhe qëfar është letërsia për mua, edhe gjuha, si shkencë. Kam një shoqe, në master, është pur shumë vite prej studimeve, edhe ishin po shumë tema bashkë. Dhe më thot, a mund është me një mund diçka, i themon, cila është lënda,
metodike kërkimi shkencor. Tash perfekt. Për çfarë? Për psikologjinë thot diçka për botën e fëmijëve kështu. Është vërtet, është më shumë hulumtim te psikologjia. Thot te psikologjia thot, merr edhe kam bë 2 orë pak, pse sa kam rrit më shput për fëmijë më në qelç që mos e marr dha ja vogla 2 vjeçar, ja marr me marprish tastierën, i kisha porosit. Dhe në fond, a din sa për njeri a di këtyn e njerëzve ku fusin këta punë, pse më thoshti? Se nihem gjallë, nihem gjallë kur i kam 6 libra, kur se kam mendën kërkon, kur jam të hulumtun tana foqet e mundshme me gjetë tonë informacionet e mundshme, e ajo sfida me vedin me mdollë sa më bukur, edhe knatësia kur e marroj gjatë thamë është vepër e jamja si piktura që ban te kur e marrën. Po të bëj një pyetje tjetër, se e di që për letërsinë kishe pas me fol pa fund. Dashuria apo martesa zgjat më shumë? Edhe herë? Si dashuri? A dashuria apo martesa zgjat më shumë? Unë për shembull jam një njeri që jam e martuar dhe jam lumturisht e lumtur e dashuruar pa fund. Jam shumë e lumtur, ma besoj jam shumë e lumtur që jam e dashuruar mas 11 vitesh martesë, sepse kur kam qenë më re, në këtë perceptimin tem më duk diçka kam menduar se vjen tu zbe pak me kalimin. Por zote nuk ma zbej që unë e du ma shumë se përpara e tjeri. Konsideroj veten me fat. Me fat, jam me fat. Dashuria apo martesa? Mendoj që të dyja bashkë shkojnë. Se shkojnë të dyja bashkë? Po, mendoj. Po ma për me mbijetu një martesë shnosht, patjetër që duhet dashnia me bazë. Sepse martesa, unë nuk e konsideroj se divorci është sjellë, domethënë fundin e një martese. Martesa përfundon, edhe brenda martesës ne vazhdoi me një lloj bashkëpunimi, me një lloj mirë kuptimi, për fat keq ka shumë Është vërtet. Jo, unë isha të mendoj se dashuria, sepse duke pas parasysh se kam shumë dashuri në jetën time, edhe nuk e kena filluar moshën e dashurisë me burrin që kena pas për krahit. Edhe unë jam e drejtë për drejtë, di shumë mirë një gjatë tjetër. Po është normale. Po se kena krijuar ne ti botën, Ariole ka kriju Zoti botën që gjatë 14-15 me trokit, zemra don ti. Unë kam 3 vajza. Pretendon se kam mundësi unë me anal zemrën me i rro vajzën. As presoj që mos nollin, sepse një vajzë si rro zemrën atë ka probleme të mëdha. Mos kesh frikë se kam kaluar këtë periudhën që nuk deshta që të fejohet, zot më fal, thashë në emision. Po feju me du me mam thotë. A feju vajza. Po, ime bika. Me qofte lumtur. Shqyqy që e ka dosht, ka më fatë se me gjithë njëri dikën që me dosht. Po nuk ishte ka të shkote. Mama atë pun ka ba dhe vajza atë rrugë ndjekë një njerëzit e lirë që ndjekin zemrën. Po gjo më të bukur se me dosht, po për që jetojmë ne? Kujt i thurem hymne në gratë, senat? Hymne? Hymne poetike, letrare, si pushti, hymne jetë. Po dashnis sigurisht, as diskutuar. Grek? Për mu edhe mu dashnis femna i herë është ajo që ka atributin e cila e përgëlloj. Po dosh edhe moshkët i bëjmë hymn veç se tu shkru për ta. Atë po priqa ku cila po thot burrave. Jo, nuk jam tipi që kam shkruar. Me thonë drejtë, unë kaq shumë e duhet të më shesh 4-5 poezi kam kushtu. Betuam, shkrime pa fond, po poezi jo, nuk e di, më duket sikur për çam, ne sikur i kushtojmë poezi kur i nan vujtje, jo në lumturi. A desha me thoni diçka më lidhje me dashnia, jo se më të marr pa. Se më duket se është çel. Thuaj lutem. Unë që i kam knue, recitue, prezentue, shkrue, tëna dediku dashnis, jam njëri që jetoj për dashni, du me dosht edhe Ariolen, edhe ty du me dosht do njëri në bot, si me vu vetë inventati tjetëri gjithmonë dhe mundjesja i tjetëri, a thelbi eksistencë tëne, pik. Por, në këtë pik, të mosh 36 i kam bot, dje. Të dyja keni bë nga pak nga keni pas një dikinje mbrenda këtij viti, u bashkë që vjeçë. Faleminderit bashkë me ju. Dhe ajo që kam kuptuar në jetë është respekti grejt, edhe Ariol, edhe këto njerëz që po na ndjojnë. Është shumë fish dhe shumë herë më i naltë se sa dashnia. Sepse dashni mund të kenë edhe ai çifti që thot Ariola,
grihen e zen, për hir të dashnisë ai dën me rro, për hir të dashnisë ai s'dën me apo kush grun, për hir të dashnisë ai është kul flok. Kjo është dashnia e smur. Po për hir të ai pyet ti atëri. Pyte, ai njëri ka me thonë e du. Po, normale. Jam i qmenun më saj e du. Që ka me thonë, është normale, është forma e ti e dashnis, nuk është normale. është forma e ti, po respekti, ku ka respektin ai për atë grup, nuk e ka. Atëherë, kur një njëri më respekton, ai njëri më dën, automatikisht më dën. Që i bjen në këtë jetë, on bita na kam vu respektin, dhe me thonë. Sepse dashnia, po respektin, nuk ka dashni. E kuptoj. Unë do më citu një gru të madhe, një gru të mrekullueshme shqiptare, e cila një shejtnesh shqiptare, e cila himnin më të madh ja thur gruas. Nënan Tereza, kujto gjithmonë që lëkura rrudhet, flokt, thinjen, dhe diç ndrohen në vite. Por ajo çka është e rëndësishme nuk ndryshon. Forca dhe bindja jote nuk kanë mosh. Shpirti jot është ngjitës, në çdo rrjet marimange. Mas çdo linje përfundimi ka një linjë rifillimi. Mas çdo suksesi ka një tjetër zhgënjim. Derisa ti je gjallë, nihu e gjallë. Nëse janë ndjen mungesën e asaj çka ke bë, kthejo dhe bane prap. Mos jeto me foto të verdha. Insisto, edhe nëse gjithë bota po pret që dorëzohesh. Shumë e bukur. A kuptoni se ne i thurim himne gruas, asaj gruas që na inspiron. Edhe kjo është gjë e mrekullueshme, sepse ne arrim me dhënë një himn tjetër që më inspiru dikë tjetër. Është për më një mesazh i fortë edhe i bukur. Për shembull, njëri tu pjek pa shumë i ndryshon mendimet rrugës, edhe mirë, ai që ndryshon është. Edhe brenda minutit ndryshojnë mendimet. Është shumë bukur, njëri jep prova momente. Brenda këtij feminizmit, jo të theksuar që kam, gjithmonë e kam dy anshëm, edhe nëse një mashkull dhunohet dhe trajtohet keq nga një femën, unë gjithsesi unë kam e gjykuar femën, jo thjesht sa femën do t'i dal sot. Po mendoj që në kjo se gratë janë të forta, dhe në kjo se gratë janë ja dalin me ecë përpara me bo shumë gjëra të bukura, mendoj se vetëm pa dashni për kranin një mashkullit nuk e bëjnë dot kaq bukur dhe kaq mirë, sa është shumë e vështirë. Sepse bota në tonë është shumë e vështirë në këtë kohë po jetojmë, në këtë realitet të cilin jetojmë, por gratë që janë të forta dhe që insistojnë kësaj kohës, i rezistojnë kohës, insistojnë me edukimin e tyre dhe me edukimin e fëmijëve për bën shoqëni të forta. Dhe kjo mua m'pëlqen. Ato gratë që i kushtohen shkollimit të brizave, ato që janë realisht që shkollojnë brizat janë gratë dhe kjo është një gjë. E fillon nga familja burrave që ta kuptojmë se un kam ngel të thonë çdo intervistë femna shtylla shtëpis, femna shtylla shtëpis. Ina feministe ne. Ina feministe. Edhe pranë thash do të më pjeki fije dhe më kuptu që ka vlerë libër të shën shpirt. Jo, un kam i libër që ndoshta për shumë njerëz nëse po e them, Vargjit Lira Migjeni. Është ai autori i shpirtit, është ai autori që nuk të mërzitet asnjë moment. Si komenci kam lexuar 100 herë atë libër prapë lexoj. Migjeni është një prej atyre autorëve që rilexohet, aty gjehet dashnia, aty gjehet liria, aty gjehet shkodra, revolta, aty gjehet tona, aty gjehet pesha. Gjehet Migjeni, gjehet Ariola, gjehet Senada, gjehet aton të Migjeni, futen aton të Migjeni, him Migjeni edhe nuk dina me dalma. Grek, cili është piktori që të rinë shpirt? Gjithmonë Monet. Nërsa për poezin, Infiniti Giacomo Leopardës është në kryeveprat dhe shumë inspiruese. Si hyna letërsisë botnore, unë mendova më shumë shqiptar. E lexoj dhe për atë citoj Petrarkën, lirikat e Petrarkës që janë të mrekullueshme. I ka veçanta Petrarka dhe do t'i rezistojnë kohë siç i kanë rezistuar realisht. Van Gogh thotë që preferoj me vdek thotë nga pasioni se sa nga mërzia. Pse dojnë tonë piktorët me vdek? Nuk e kuptoj këtë pjesë. Sepse ne jena me fat kur i kina gjallë, kjo është e bukur. Atëherë, pasioni të rëmben, pasioni s'pyet mosh, pasioni të rëmben qastet kur ti si pret edhe kur je mërzit. Van Gogh është ai personi që është shumë i diellt, kena lindjet e diellit nga kena lulen e diellit. Më duket sikur ato ngjyrat i ka ti pacient të jashtëzakonshëm. Mënyrën e teknikën e tij të veçantë. Për mua është vërtet të nalesh
të zgjohesh edhe pa mosh. Dhe me thanë, piktura nuk njeh mosh, si je i ri, si je zemrën gjithmonë e ke në lëvizje. Artisti nuk njeh mosh, kisha me thanë. Artisti. Sepse po i përfshim të gjitha zhanret. Në rastin konkret, sa bukur e tha piktoria veç. Zemrën e ke gjithmonë lëvizje. Lëvizje, absolutisht. Në rastin konkret të për piktorin. Piktori e sjell në mënyrën e vet. Është magjike kur nollesh para një pikture, ti aty shef lëvizje, ti aty ndërton një roman, ti aty ndërton një poezi, ti aty ndërton, aty shef zoç, aty një gjën zoç, nin ujin, nin përshfërimin e gjëratave. Se na futën muzikën e meditimit, ne do të prekshëm. I të piktura gjitha këto, këtë forcë. I gjën të piktura gjitha këto. Po, këtë forcë ta jep vetëm piktura. Vetëm piktura, absolutisht. Është tamam poezi pa fjalë. Prandaj je ndihesh gjume nga që kur ke filluar me pikturë, unë di që ke filluar ndoshta në një moshë më të vonshme, jo në kohët e hershme. Normal që ka qenë një e shifshe, ishte ka si vokacion, diçka që jo jemi shpirtënore. Ndoshta gjithkush ka atë momentin e vet. Që të pikturë, që ti na qartë. Po tjetër, a do në dhem shoq. Bile vajza gjithë të ngjosh shumë, ka shumë ato ndjesitë e tia. Po tjetër, unë kam se dia unë edhe mund të gjej në gjë këtu. Dhe besoj që në kohën e duhur, në momentin duhur vjen ai shpërthimi. Për çdo gjë. Ata ke shpërthyer në një mënyrë të mrekullueshme, na ke sjell tablot të bukura shumë, na ke sjell edhe ekspozita tepër të bukura të arritur. Na ke shpërthime në Kosovë, ke shpërthime në Galerinë e Arteve Shkodër së fundmi, ke marrë pjesë tek tani për gruan, për 7-8 marsin. Për 7-8 marsin, shkurt sepse kena minutat në mbyllje. Dhe tekniku që më bën në dorë mbyllje. 7 marsin në mënyrë gruan në sfond, më thënë. Jo, gruaja ishte vetë vlerat e gruas me demonstru në art, por edhe në sfond, në format ndryshme. Unë ju faleminderit që keni ardhur. Faleminderit shumë faleminderit. Ishte një bisedë tepër e këndshme, dhe e di që edhe dëgjuesit i kena përcjell shumë pozitivitet edhe shumë energji nga studio Radio Shkodër. I përshëndesim tani dëgjuesit. Ishte kënaqësi. Unë desha me fola dhe diçka të vogël, jam mirënjohëse edhe disa poeteshave të qytetit tonë, cilët mund me pikturës teme janë frymzuar dhe kanë të vargje. Si që janë? Është Albana Thani dhe Merita Bërdica. Përshëndesim Albana dhe Merita, unë i kam mike të dyja dhe janë shumë të njëra dhe tjetra. Një mirë. Motivojnë edhe më shumë. Faleminderit se ishte ndër për mua ju pas në studio njënën, dhe ju great faleminderit shumë që erdhët në emisionin tanë. Faleminderit, vazhdo shumë faleminderit vajza. Atëherë, së bashku do të jemi të shtunën tjetër, por para se themi të shtunën tjetër, unë do ju përshëndes me këngën e Georgias, Di Sole L'azzurro. Shihemi të shtunën tjetër së bashku. Mirupafshim miq.